Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ishte e ftuar në cilësinë e dëshmitarit, duke qenë se kishte nënshkruar 2 vendime që lidhen me ndarjen e mjeteve buxhetore për blerjen e grurit, vajit dhe sheqerit dhe përjashtimin nga procedura e prokurimit publik, thuhet në akt akuz. Për të siguruar dëshminë e dëshmitarit Kurti në këtë çështje penale, prokuroria i kishte dërguar atij 3 thirrje të rregullta. E para me 11 dhjetor 2024 për të paraqitur në prokurori me datë 16 dhjetor në orën 9:30, e dyta me datë 16 dhjetor, po kështu për të paraqitur nga data 17 dhjetor, ora 9 deri në orën 16, dhe thirrja e tretë ishte 23 dhjetorit për të paraqitur në prokurori me datë 26 dhjetor nga ora 8:30. Në të tre thirrjet, dëshmitari ka gjetur arsye të ndryshme për të mos u paraqitur në prokurori, për të cilat është njoftuar në kohë dhe gjykata, thuhet në sqarimin e akt akuzës. Por prokurorët speciali kishin drejtuar gjykatës themelore në Prishtinë dhe kërkesën për lëshimin e urdhrit për paraqitjen e dëshmitarit me detyrim 2 herradhazi, të cilat ishin miratuar nga ana e gjykatës, mirë po Kurti sërish nuk ishte përgjigjur as këtyre ftesave. Në anën tjetër, bazuar në mospërgjigjen e ftesës së parë me detyrim, gjykata kishte shqiptuar gjobë ndaj kryeministrit Kurti. Me datë 13 mars, dëshmitari Albin Kurti kishte parashtruar ankesë ndaj vendimit të gjykatës për shqiptimin e gjobës për shkak të mos paraqitjes në prokurori. Me 24 mars, Kolegji Penal i Gjykatës Themelore në Prishtinë kishte nxjerr akt vendimin me të cilin ishte refuzuar ankesa e dëshmitarit ndaj vendimit për shqiptimin e gjobës për shkak të mos paraqitjes në prokurori sipas urdhëresës së gjykatës, thuhet në akt akuz. Duke u bazuar në këtë, prokurorët special Valdet Gashi dhe Milot Kresniqi i kanë propozuar gjykatës që kryeministri Kurti të dëgjohet si dëshmitar në shqyrtimin gjyqësor për rastin e rezervave shtetërore. Prokuroria ka ngritur akt akuz ndaj ministres në detyrë të industrisë, ndërmarrjes dhe tregtisë Rozeta Hajdari, si dhe ndaj ish zëvendës sekretarit të ministrisë Irfan Lipovica, si dhe drejtorit të Departamentit të Rezervave Shtetërore të Kosovës Hafiz Gara për kryerjen e veprimeve penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar dhe për zbulim të fshehtësisë zyrtare. Ndërsa afaristi Ridvan Muharremi akuzohet për kryerjen e veprës penale, ndihmë në kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar.